Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allah ne falenderojmë, selama dhe salavat të qofshin për më të dashurin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që e pasojnë atë deri në ditën e gjykimit. Jemi duke folur në këtë seri të ligjëratave në lidhje me një temë që besimtari në kohën sotme bashkëkohore, në kohën e sotit moderne, në kohën kur ka dominu materializmi i egër, edhe në kohën që është përhap më të madhe dëshpërimi, depresioni dhe sëmundjet e tjera shpirtërore, kemi nevojë më së shumti të flasim për optimizmin. Allah i lartësuar e ka përmend optimizmin dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pëlqyer optimizmin dhe kjo manifestohet në jetën e tij, në fjalët e tij, por edhe në veprimet e tij. Në kohën e sotit, mjafton mi hap telefonat të cilat i kemi në dorë tona dhe bombardohesh me lajme të këqija nga jo vetëm nga shteti yt, po nga katër anët e botës. Diku ndihmë për luftra, dikush për masakra, diku për fatkeqësi të ndryshme, për fatkeqësi natyrore, frikë nga rëmja e ekonomisë, frika të ndryshme që njerëzve deshtën e zdeshtën po ju ndikon në jetën e tyre. Dhe kur po ju ndikon këto lajme të këqija në jetën e tyre, kjo po reflekton me një dobësim në lidhjen e tyre me Allahun. Po pjo dobësohet lidhja e tyre me Allahun se po ndikohen nga lajmet e këqija. Edhe po fillon me dominu te ata ose me mbizotru te ata humbja e shpresës nga mëshira e Allahut, ose çdo fenomen të jetës së tyre, çdo ndodhi të jetës së tyre, nuk e shohin më me atë syrin e optimizmit, me atë syrin e mbështetjes tek Allahu, me lidhjen e fortë tek Allahu, mirë po ndikohen nga jeta materialiste që dominon në kohën e sotit. E sot, si asnjëherë më përpara, kemi nevojë të flasim në lidhje me optimizmin, që ta ngjallim në shpirtrat tonë ashtu siç ka qenë ngjallur tek pejgamberët, e që ka qenë ngjallur edhe tek sahabët, shikimi i dunjas me sytë e optimistit. Optimizmi, sinonimi i saj është edhe ai që ka shpresë. Optimizmi gjithashtu mundet më nënkuptu sikur mbështetje e fortë tek Allahu i lartësuar. Se s'ka mundësi dikush më kon optimist vetëm se është i mbështetur fuqishëm në Allahun e lartësuar. Lidhja e tij me Allahun është e fuqishme. Dhe nuk ka mundësi dikush me thonë unë jam optimist përveç se i kanë paraprit këto. Pra tevekuli, njohja e Allahut dhe lidhja e fuqishme me Allahun e lartësuar. Gjithashtu, shtuar kësaj pse kemi nevojë të flasim për optimizmin, është se njeriu në natyrën e vet, në natyrshmërinë e tij, është i dobët, edhe shpejt dominon tek ai dhe mbizotron tek ai humbja shpresës. Edhe shumë shpejt, ligështohet edhe bëhet ershon sabri, edhe ershon veten. Me sprovën më të voglen. Nëse nuk dimi menaxhu, ai i duket thusi u bë kiameti për to. Edhe Allah i lartësuar ka përmend duke përshkruar njeriu, thot innal insana khuliqa halua. Me të vërtetë njeriu është kriju i paqëndrueshëm, i padurueshëm, është i dobët. Idha massahu ash-sharru jazua. Nëse e godet ndonjë fatkeqësi, ndonjë ligë, ndonjë keqe, ai ligështohet fort. Kjo el jazua është e kundërta e optimistit. Dhe pastaj Allahu thot wa idha massal khayru manua, ndërkohë që ku i vijnë të mirat, bëhet kopras edhe i ruan veç për veti, illa al-musallin, pastaj Allahu i përshkruan ata të cilët janë të përjashtuar nga ky përshkrim, illa al-musallin, ata që e falin namazin të devotshmit, alladhina hum ala salatihim daimun, ata që janë të kujdesshëm të përkushtuar në vazhdimsinë e namazit të tyre. Pra njeriu në natyrën e tij, njeriu në përgjithësi, besimtar apo jo besimtar, është krijuar në këtë formë. Pra është i paqëndrueshëm, edhe momentin që goditet nga ndonjë fatkeqësi, ershon sabri shumë shpejt. Ndërkohë që Allah i lartësuar na thirr tregohemi optimist. Së pari, ajeti më madhështor që jep shpresë besimtarit, e në këtë rast robërve të Allahut, besimtarëve të cilët shkelin në gjunahe, është kur thot Allahu i lartësuar
Ja kul ja ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. Thuaj o robërit e mi. Në thirr në emër të robërve, po në emër të pronësisë, që ne jemi të ti, nuk kemi zot tjetër. O robërit e mi. La alladhina asrafu ala anfusihim, të cilët i kanë bëu zullum vetvetes me gjunahe. I kanë tejkalu kufit, i kanë shkel kufit e ndaluar. La taqnatu min rahmatillah. Mos e humni shpresën nga mëshira e Allahut. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Allah I fal të gjitha gjunahet. Innahu huwal ghafurur rahim, nga sa është gjithfalsi edhe është mëshirbërësi. Pastaj Allah I lartësuar na nxit vazhdimisht që të shpejtojmë drejt Tij. Thot Allahu sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dhe shpejtoni, nuk po thot esni, po shpejtoni, nxitoni drejt faljes dhe drejt xheneteve, gjërësia e të cilave është sa mes tokës dhe e qiejve, të cilat janë përgatit për kënd, janë përgatit për të devotshmit. Janë përgatit për optimistët, ata të cilët shpejtojnë drejt Allahut të lartësuar. Pastaj kemi edhe ajete të tjera. Allahu I lartësuar përmend se qysh I ka këshillu Jakubi alayhis salam, bijtë e tij, që të shkojnë ta kërkojnë Jusufin edhe vllaun e tij, Benjaminin. Ja bani yadhhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wa la tayasu min rauhillah. O bijtë e mi, shkoni kërkoni Jusufin dhe vllaun e tij, wa la tayasu min rauhillah. Dhe mos gaboni mi hub shpresën nga mëshira e Allahut. Pse ju ka thonë këtë këshill Jakubi alayhis salam? Dhe pse Allahu I lartësuar e ka përjetësu këtë këshill të njëri prej pejgamberëve të tij? Dhe kjo këshill nuk ka bëru ndryshe vetëm se nga dikush që e ka njoftë Allahun. Që mes mi humb shpresën nga mëshira e Allahut dhe nga zgjidhja se është shumë shpejt. Innahu la yayasu min rauhillahi illa alqawmul kafirun. Nga sa ata që hupin shpresën janë jo besimtarë. Si ju takon besimtarëve me humb shpresën nga mëshira e Allahut. Nuk ju takon besimtarëve me qenë pesimist. Nuk ju takon besimtarët mu kaplu nga dëshprimi, nga depresioni. Besimtarët nuk guxojnë mu dëshpëru, nuk guxojnë mu dominu tek ata depresioni. Ata duhet me qenë optimist, shpresmadh, të cilët e besojnë Allahun dhe janë të bindur në premtimet e Tij të cilët ja u ka bë besimtarëve. Pastaj vllazën, ajo çfarë na delën pas ajeteve, është që jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jeta e pejgamberit tonë të dashur sallallahu alaihi wasallam është e përmbushur për plot raste të optimizmit. Sikurse në fjalë, ashtu edhe në vepra. Në fjalë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pëlqyer fjalën e mirë, I ka pëlqyer emrat e mirë. Madje kur ka dëgjuar që ndonkush e ka emrin e keq, me kuptim të keq, ja ka ndryshuar. Madje edhe për Medinën, qytetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja ka ndryshuar emrin. E ka pas emrin Yathrib, ja ka bëu Tayyiba, e mira, e këndshme. Medinës, qytetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj në marrëveshjen e Hudejbijës kur ka ardhur Sahel, ka thonë Sahel Allahu amrukum, ose suhila amrukum. Sahel I bjen I lehtë. Ai ka qenë jo besimtar prej arabëve, kur ka ardhur për mi nënshkruat marrëveshjen e Hudejbijës, ju ka thënë ju është lehtësu marrëveshja, është lehtësu çështja juaj, është nis dhe është inspiruar nga emri I tij. Domethënë e ka marr kuptimin e emrit të tij që me qenë optimist. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë optimist në rastin e Ahzabit, në njërin prej betejave më të rënda që ka qenë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe për muslimanët, aleanca e tyre jo besimtarëve, prej Qurayshitëve, e fisëve të tjera që janë mbledh mi jap fund jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanëve në Medinë, pas Uhudit, dhe kanë marrë zemër jo besimtarët dhe I rrethojnë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë duke hap hendekun. Dhe mundi me marrë me mend se çfarë mjete primitive I kanë pas atëherë për me hap një hendek. Ndërkohë që ne në kohën e sodit mi qel një kanal me mjetet bashkohore sa vështirë është, e lemu në atë kohë se sa kanë hek sahabët bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në hapjen e atij kanali, atij hendeku. Dhe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bashkë me sahabët kanë mbajt dhe me rrobat e tyre, kanë qenë të uritur, kanë qenë të etur. Dhe për një moment ju del një guri I madh përpara. Dhe thirrën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ju thot:
që më ndërhy Rasulullah, mi boni zgjidhje tek ai guri që nuk ka mujnë mi thy, mi largu ka hapja kanalin. Dhe në atë moment pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ato raste të vështira, në kulmin e vështirësive, në kulmin që s'ka pas dritë me pa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ju ka dhënë një farë shpresë aq të madhe, ju ka tregu optimizëm që më kon jo dritë, po dritë e diellit. Ju ka dhënë 3 përgëzime që ju ka mbush zemrat me iman, ju ka mbush zemrat me optimizëm. Cilat kanë qenë ato përgëzime? Ndërkohë që ata hala nuk e kanë pas mi hapën hendekun. Pra i thot bismillah Allahu akbar, ja hin një goditje atij guri dhe thehet një pjesë dhe shëndrit thot ushtliru Shami, po i shoh pallatet e Shamit. Bismillah Allahu akbar, goditjen e dytë thot ushtliru Persia, po i shoh pallatet e Persisë. Bismillah Allahu akbar, goditjen e tretë thot ushtliru Jemeni, po i shoh pallatet e San'as, një qytet në jug të Arabisë Saudite, në Yemen. Do të thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga shprehjet e tij, nga tradita e tij, nga veprimet e tij ka qenë i mbushur full optimizëm. Ju ka shëndrit optimizëm. Nuk e ka pranuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me qëndru vetëm i ulur pa marrë asnjë veprim. E këto janë mësimet të cilat ne duhet të stolisim në kohën tonë. Sikurse dikush me qëndru me një dhomë të errët, edhe me fillu mi nem errësirën, do thonë këtë tërë, shumë keq, s'pas ka asnjë dritë, s'pas ka zgjidhje, kur s'ka më bë mirë, veç e nem errësirën, e ofendon, e fyn, a ndryshon diçka? Në dhomë, që tu në bëmë konë tërë. Nëse ne fillojmë mi shajt errësirën, a bëhet drejt? Jo, pa dyshim. Çka duhet me bë? I thojmë dikuj për vëllezërve, që Allahu të rrit, hapi që ato drita, veze një qiri, hape një lampë dhe varësisht për optimizmit edhe merr edhe veprimin. Dhe kështu ndryshohet gjendja në kohën e sotit në të cilën jetojmë. Nuk mjafton që të themi ne me pa vetëm zi. Nuk ka namazli, nuk janë ka frekuentojnë xhamiat, edhe vazhdimisht mu anku, njerëzit janë ka arshojnë në Kosovë, janë ka ikin e kështu me radhë. Domethënë që kjo shprehja me pa vetëm zi është pjesë e pesimizmit, është e kundërta optimizmit. Ne çka duhet me bëj? Na duhet të jemi optimist, ta forcojmë lidhjen tonë me Allahun dhe të qohemi të punojmë. Optimistët janë punëtorët më të mëdhenj. Optimistët janë punëtorët më të mëdhenj në ndryshimin e gjendjes. Allahu i lartësuar na thot: "Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa ata ta ndryshojnë gjendjen e tyre. Derisa ata të ndryshojnë gjendjen e tyre. Kjo sikur për mirë, sikur për keq. Pra nëse ne ndryshojmë gjendjen për mirë, ndryshohet gjendja e popullit për mirë. Dhe anasjelltas, nëse ne ndryshojmë gjendjen për keq, e vetëm ulem, edhe nuk e marrim asnjë veprim, ato shka kena mundësi mi bo, edhe përkeqësohet gjendja në mesin ton, ka më përkeqësu gjendja dhe në popull. E praktikisht një bamirës. Sa herë thot një tregim bashkohor, thot sa herë kum pa, ai jetonte në vendet arabe, edhe ka pak prej femrave të cilat janë të zbuluara, pashami. Edhe thot nëse më ka ndodhur ndonjëherë, ndonjë qendër tregtare apo në rrugë me pa ndonjë vajzë pashami, thot kum di dhimbje dhe ju mërzit. Ama këtë mërzi nuk e kum lënë në dominu me shku në shpejt dhe me flajtë në gjumë. Thot me njëherë, thot kom marrë masa, me shku të ato qendrat, ku mësohet Kurani përmendsh, edhe kom jap dhe kom shpenzu për kurset që vajzat e muslimanëve mu eduku dhe mu mësu mbi vlerat e Kuranit, Sunetit, edhe vlerat e Islamit. Pra kjo është ai optimisti praktikisht të cilën ne duhet ta bëjmë. Kur ne shohim ndonjë ligësi në rrethin ton, ta pyesim vetveten, çfarë po bëjmë na në ndryshimin pozitiv të kësaj gjendje? Na po i shohim luftrat në vendet e muslimanëve. A mjafton vetëm me shkru statuse, me mallku e me ofendu, apo duhet me pas besim tek Allahu, me ditë që Allahu i lartësuar dhe më koni bindën që Allahu nuk cakton vetëm se hajër, dhe ato shka ju ka caktu, Allahu e din me urtësinë e tij dhe çfarë fshihet pas asaj caktimi, urtësia që fshihet pas atij caktimi të cilin Allahu i ka bë, apo duhet mi forcu lidhjen me Allahun, me bëu dua për ata, dhe nëse kemi mundësi ndihmese, mi ndihmu atë. Nëse s'kemi mundësi, kur çfarë mundësie fizike mi ndihmu,
Se paku me dua, kush o ka na prevën neve që mu qu në pjesën e tretë të natës, apo në mes ezanit dhe ikametit që mu lut për besimtarët kudo që gjenden. Jo vallahi askush. Mirë po, problemi është që nganjëherë ne e mashtrojmë vetveten, edhe shejtani na mashtron. Flasim për projekte të mëdha, projekte të umetit, projekte të çlirimit të Kudsit, projekte gjigande, ndërsa ato që i kena përpara safit ton, në durr tona, nuk i bojmë. Kush pe i nesh? Kush na pengon që mi pru disa fëmijë në xhami dhe mi mësu? Kush të pengon ty që në shtëpi mi ul nënën e babën mi mësu shkronjat e Kuranit? Jo vallahi kërkush. Gjithë secili prej nesh në këtë xhami kemi mundësi mi bë këto. Edhe kështu fillon ndryshimi. Dhe kështu fillon ndryshimi i mirë i umetit. Dhe kështu fillon ndryshimi dhe ndihmimi i muslimanëve edhe në vende të tjera, duke ndryshuar vetveten dhe pastaj ato që e ki në përgjithësi. Pastaj pjesëve tjera çfarë reflekton optimizmin e jetën e besimtarit është që ta kena parasysh forcimin e lidhjes dhe bindjes me Allah, ta forcojmë lidhjen me Allahun e lartësuar. Të jemi bindur në ato premtimet të cilat Allah i lartësuar ne ka dhënë. Ta kemi parasysh realitetin e dunjas. Të jemi optimist në ndryshimin e gjendjes pozitivisht dhe të ndërmarrim hapa konkret në ndryshimin e gjendjes. Po në anën tjetër, nëse sprovohemi në ndonjë sëmundje, me ndonjë hupje të antarit të familjes, me ndonjë dështim të biznesit, sprovat të dunjas, duhet ta kuptojmë realitetin e dunjas. Se dunjaja i ka sprovat e veta, madje në këtë dunja është e pamundshme pa u sprovu. Dikush sprovohet me mirëqenie, sa apo falënderon, apo mohon, dikush sprovohet me sprova fatkeqësi, sa apo duron, apo po shpërthen me pezëm, e me hidhrim, e me zemrim ndaj caktimit të Allah dhe ndaj Allahut të lartësuar. Ndërkohë besimtari që e njeh Allahun me emrat e tij dhe është i bindur në urtësinë e Allahut që është absolute, që çdo gjë e vendos në vendin e vet, në formën e vet dhe në mënyrën e duhur, ai nuk zë vend pesimizmi në zemrën e tij. S'ka mundësi, ai është optimist. Dhe e beson që nëse nuk vjen zgjidhja në këtë botë shpejt, një zhytje në xhenet ka mja harru dhimbjet e dunjas. Dhe Allah i lartësuar thot: "Wal malaikatu yadkhuluna alayhi min kulli bab, salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar." Malaikat, angjëjt do të hyjnë tek banorët e xhenetit nga çdo dyrë. Gjithë secila derë. Dhe i përshëndesin: "Selamun alaykum bima sabartum." Pra ata që keni bërë sabër. Paqja qoftë mbi juve, siguria qoftë mbi juve, bima sabartum. Pra atë që keni bërë sabër. Dhe sabri është tri llojesh. Sabri ndaj urdhrave të Allahut në kryerjen e tyre, sabri në respektimin e ndalesave dhe përmbajtjes së nefsit që mos më u afro atyre, dhe sabri ndaj fatkeqësive, ndaj sprovave të godit që të godasin, që mes më shpërthy me hidhrim, mes më shpërthy me pezëm ndaj caktimit të Allahut, po me duru, ndërsa është e pëlqyer edhe ajo grada e kënaqësisë. Ajo sipër këtyre tri gradave është falënderimi, kur besimtari falënderon Allahun për çdo gjendje, e falënderon Allahun për çdo gjendje. Do thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ajaban li amri al-mu'min, inna amruhu kulluhu khair." E çuditshme është çështja e besimtarit. E tërë çështja e tij është khair. E tij është khair. Nëse godet sprova, bën sabër, dhe kjo është hajër për to. Nëse e godet mirësia dhe përfshihet nga mirësia dhe begatia e Allahut, falënderon për to, dhe kjo është mirë për të, dhe kjo është vetëm për besimtarin. Pastaj vëllezër ndoshta ajo çfarë vrehet optimizmi dhe çfarë reflekton në Kur'an është tregimet e pejgamberëve. Tregimet e pejgamberëve e shfaqin më së shumti optimizmin e tyre dhe tevekulin që kanë pasur në Allahun e lartësuar. Ata duhet i marrin për shembull tyre. Dhe Allah i lartësuar kur i ka përmend rastet e tyre në Kur'an, nuk ne i ka përmend vetëm që ti tregojmë sikur tregime apo rrëfime që gjejmë ngushëllim në to, por duhet t'i marrim si udhërrëfim në jetën tonë. Se ashtu janë dhe do të ndodhin. Dhe zgjidhja është çysh e kanë pas ata, edhe për problemet tona ashtu është e njëjta zgjidhje. Për këtyre tregimeve që duhet ta përmendi shkurtimisht është rasti Ibrahimit alayhis salam. Rasti Ibrahimit alayhis salam. Ky pejgamber, Khalilullah, min al-ulul azm min ar-rusul, pejgamberëve të vendosur, të zgjedhur, hidhet në atë zjarrin e madh. Dhe shqipton atë fjalën hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Më mjafton Allahu
sa ndihmës, sa mbrojtës, sa ndihmës i mirë që është, sa kujdestar i mirë që është. Ka njëherë na mendojmë që e njëjta sprovë do të qëndron edhe për neve, mu hedh në zjarr me i thon këtë lutje. Kur ti e arrin tevekulin e Ibrahimit, kur ti e ki bindjen e Ibrahimit alayhis salam, mendimin e mirë për Allahun, çuç e ka pas Ibrahimi alayhis salam, dhe e thu para çdo problemi ton, qoftë ajo vonesë në martesë, qoftë ajo dështim në biznes, qoftë ajo borxh, qoftë ajo ndonjë smundje, kur thu me plot zemrës, me të bëru piloskës zemrës, hasbi Allahu wa ni'mal wakil, dije se Allahu i lartësuar çuç i ka thonë atij zjarrit wa kulna ya naru kuni bardan wa salaman ya Ibrahim, ashtu do t'i thot edhe sprovës tonë. Vetëm prej teje lypet bindja në Allahun, mendimi i mirë për Allahun, dhe optimizmi, me qenë optimist, se Allahu ka më të përgjigj, se Allahu ka më të ndryshuar gjendjen. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e ka pëlqyer fjalën e mirë. Madje kur ka dëgjuar dikon që e ka thirr ja Rashid, o i udhësmar, i ka pëlqyer udhëzimi, i ka pëlqyer ndjekja rrugës drejt. Madje edhe namazin e istisqas, kërkimit shill, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kanë kthy mbrapsht gjybën e tij, atë këmishën e sipërme, e ka kthy në anën e zbrakthi. Pse e ka bëu këtë? E ka bëu në shenjë optimizmi për ndryshimin e gjendjes. Prandaj edhe ne kur ta këshillojmë dikon, edhe thojmë, po që 10 herë këshillova nuk mur vesh. Që 20 herë jam duke e thirr, po s'ka merr vesh. Mundohu dhe ti me ndryshu gjendjen, formën e këshillimit. Nashta, me që ndryshim të gjendjes, formës e këshillimit, ka me ndryshu edhe ai. Fillon me i bosqesh, kur ta këshillon djalin, kur ta këshillon bashortën, motrën, vllaun, paraprije jo vetëm me qortim me varësi, paraprije këshillimin tënd me butësi. Shprehja lavdoje, shprehja dashurinë e pastaj këshilloje në formë optimizmi për ndryshimin e gjendjes dhe përgjigjen e tyre. Pastaj te Ibrahimi alayhis salam, leçet e pejgamberi vet Ibrahimi shfaqet te vekuli i madh. Padyshim ka qenë prej ulil azmi min ar-rusul, Khalilullah, i dashuri, i afërt, i ngushtë, miku i ngushtë i Allahut të lartësuar. Ama çka është më e habitshme, vrejet të bashortja e tij te Haxheria. Kur Ibrahimi alayhis salam e shkon e lën Haxherën me Ismailin foshnjë në Mekë. Kur ta mendojmë në Mekën, sot e mendojmë me 2-3 milion haxhi, me 2-3 milion besimtarë atë. Mekë s'ka pas kurrë hiç, as çabja s'ka qenë. Edhe kalon grumç aty mes kërshëve, mes shkëtirës. E kalon edhe e ka kthy shpinën edhe u kthy. Çka ka pyet Haxheria? Allahu amaraka bi hadha? Allahu ka urdhëruar me këta? Allahu me shpallje e ki që të veprim? Thot po. Thot atëherë Allahu nuk ka më na hub. Bindja saj në Allah, tefekuli saj në Allah, dhe optimizmi saj, se Allah s'ka më na hub. Përderisa Allah të ka udhëzu dhe të ka urdhëru me vepru kësaj, Allahu nuk s'ka më na hub. Edhe ashtu ka ndodhur. Janë ardhur arabët pas ardhjes të Ismailit. Dhe ta shumë shpejt, pas një muaje, do ta vërshojnë Qabën besimtarët nga 4 anët e botës. Dhe do të mbushen aty me mia, madje miliona haxhiler që do të shkojnë që sa vite e shekuj që e vizitojnë shtëpinë e Allahut. Pastaj tjetër vend ku shfaqet optimizmi është Musa alayhis salam, pas pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, në betejën e Ahzabit, te Ibrahimi alayhis salam, optimizmi shfaqet te Musa alayhis salam. Firauni për mrapa, me gjithë ushtri, përpara deti. Subhanallah. Veç ai që është i bindur në Allahun, do të thonë edhe optimist i madh, që Allahu ka mirujt dhe Allahu do të kujdeset për ta, i thot ato fjalë. I thojnë në zonën, inna lamudrakun. Në zonën s'kemi shpëtim. Thot kalla, inna ma'i rabbi sayahdin. Asesit, me mua është Zoti jam, ka me muzu. Pastaj Allahu i lartësuar e ozon mi godit detin dhe hapën ato kanalet. Po shka mu i me kuptu të që jo, kella inna ma'i rabbi. Ma'i rabbi me mu është Zoti im, e shë reflektimin e bindjes së Musait alayhi salam të qenit të Allahut me robin e tij. Allahu është me të gjithë krijesat e tij, me dëgjimin, me shikimin, me dijen.
Kjo të qenit të Allahut me robërit e tij është e përgjithshme, është me të gjithë robërit e tij. Po është edhe veçantë me rujtje, me kujdes, me dhënie të suksesit, me rrugëzgjidhje, me afrim të shpresës, me mbështetje. Kjo ju takon vetëm besimtarëve. Kjo është ekstra e veçantë vetëm për besimtarët. Dhe këto avrejmë të Musa alayhis salam. Ku avrejmë diku tjetër? Ajetet të cilat I lexuam namaz. La tahzan, inna Allaha ma'ana. Mos e mërzit, mos e piklla. Allah është me neve. U qu këtë Mekka, u qu këtë banorët e Mekës, komplet Mekka. Mi myt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe mi nxon të gjallës të vdekur 100 deve. E kam dhënë si çmim. Dhe Abu Bekri, shoku I ngushtë I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thonë më friksu, dhe normale më friksu. Veç dikush me ta vendos një çmim që ka të lyp, fillon njëri më friksu. Në shpellë, shtoja këto errësirës së shpellës, ftofësisë, egërsisë, të gjitha ato sprova fizike, ka fillu më friksu Abu Bekri. Sa që ka përshkruar thot veç dikush një pak mi pas ngrit shikimin, kishin me na pa. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja qetson zemrën e Abu Bekrit. Duke ja përkujtu se Allah është me neve. Allah kujdeset për neve. Allah na ka uzu, Allah nuk na humb. Allah ka më na bëu zgjidhje. Allah të sheh në gjendjen që je, në vështirësitë që po kalon, në sprovën që e ki. Kur t'ja kujton ti vetes që ti nuk ka mundësi me të kaplu depresioni, nuk ka mundësi ti me të kaplu dëshprimi. Ama nëse e lën me të dominu, atëherë rrezik se mundet me ta mbulu zemrën. Mirë po duhesh me marr masa dhe me ja kujtu vetes se Allah është me neve. I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çfarë ta merr mendja kur dy persona I treti me ta si shoqërues I tyre, kujdestari I tyre, mbrojtës I tyre është Allahu I lartësuar. La tahzan, inna Allaha ma'ana. Pastaj vëllezër të dashur, këtu janë disa prej rasteve ku shfaqet optimizmi në Kur'an, në tregimin e pejgamberëve, në jetën e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, në jetën e Ibrahimit alayhi salam, në jetën e Musait alayhi salam dhe të gjitha raste të tjera të cilat inshallah me lejen e Allahut të lartësuar do t'i përmendim në ligjëratat në vijim, në këtë cikël ligjëratave ku do të flasim se si të jetë besimtari optimist në rastin e ndihmimit të fesë, se si të jetë besimtari optimist në rast të humbjes së ndonjë familjari, se si të jetë optimist në rastin e daljes nga vështirësitë e jetës së kësaj bote, qofshin ato ekonomike, të borxheve kështu me radhë, pastaj si të jetë besimtari optimist në raport me gjunahet e tij, se si të jetë optimist se Allahu I lartësuar do t'ia fal atij gjunahet. Dhe për fund, hadithi më madhështor, që sa herë ta meditoj, sa herë nala me nurrë të tij, me mahnit, është kur thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse është duke u bë kiameti, ka ndodhur kiameti, je ka shë me sy, pra dillin je ka shë duke lind nga lindja, ju në bo shenja të mëdha, s'ka më veç ndodh. Edhe në dorën e ndokujt për jush është një fidan I vogël I palmës. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, le ta mbjell ato. Le ta mbjell. E që ky hadith është kulmi I optimizmit. Në aspektin për punë, për fe, në aspektin për punë, për davet. Se ne jemi të obliguar me punu, se jemi të obliguar për frytet e saj. Duke u bë kiameti, ka pas mi prit, sa I duhet një pemë për më rrit. Nëse ajo është veç fidan I njom, 5 vjet, 10 vjet, që mi pa frytet, mi korr ato frytet që mi shiu. Ai është I sigurt që s'ka mi arrit. E qysh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pi urdhën mi mbjell. Se ne jemi të obliguar, jemi umet I punës, jo umet I kritikave, I çortimeve, I ofendimeve. Ne jemi umet I punës, shpresës dhe optimizmit. Qohem, punojmë me atë sa kena mundësi dhe e lidhim bindjen dhe besimin ton tek Allahu dhe tek ai mbështetemi. Wa ma tawfiqi illa billah. Dhe nuk ka sukses tjetër, nuk më vjen mu suksesi ndryshe përveç se prej Allahut të lartësuar, ka thonë Shuaib alayhis salam. Alayhi tawakkalt, tek ai mbështet. Wa ilayhi unib, dhe tek ai do të kthehemi, elusim Allahun të zemrat tona të na mbush optimizëm, të na mbush me tevekul, me sinqeritet dhe me bindje për Allahun e lartësuar, dhe të na mundsoj të punojmë me aq sa kemi në dorë tona dhe të mos lëj
vend në zemrat tona të përfshihen nga pesimizmi, nga humbja e shpresës në mëshirën e Allahut, po të na bëj neve çelësa të hapjes së hajrit dhe mbylljes së sherrit. Subhanakallahumma bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.